Përshëndetje dhe mirë se erdhët në interview. Jam sot me një gocë shumë e bukur, edhe që nuk është vetëm shumë e bukur, por është gocë shumë e zgjuar, por nuk është vetëm e bukur dhe e zgjuar, por është shumë e talentuar. Mos fal. Se dalun vetëm sa të kjo goca. Është një këngëtare në fakt që unë kam shumë vite që e ndjek në performancat e saj artistike që bën her pas here, ka ta performanca shumë seksi. Po ndonjëherë ka ca klipe që nuk janë fare seksi, ama kanë një bazë dhe një gjë shumë interesante për të kuptuar. Domethënë është gocë me goxha vlera kjo. Se fundi është përfituese një kompeticioni shumë të lezetshëm që do të flasim pas pak dhe Beatrix Ramosa më nderoi sot me prezencën. Mos i ulosi ka me të bukura. Besmo këtë kohën nuk e prisa ka shumë faleminderit. Po të lutem edhe. Thank you. Si jeni? Unë shumë mirë, shumë mirë. Harua të thoja diçka shumë të lezetshme se ka ditëlindje sot Beatrixi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Edhe që të bëjmë shumë një ditëlindje, të këndojmë. Të 100 vjeç që bësh, edhe lart e më lart. Suksese të një pasnjëshme. A bëllë dhe ajo qajme që bashkë të në? Qanë kjo? Ti qanë me vërtet? Unë jam, dërsta një nga personazhet që qajt më shumë. Ke qarë pa fund të your face, edhe... Unë jam shumë natyrë emocionale dhe gjithmonë, jo se i përjetoj se në të atin, amin i përjetoj, normal të diskutohet, por gjithmonë futem në botën e asajt këngës që do sjell edhe... Që të bëj, I can't help it. Mirë e boneta, po unë po shifja atë tek Celine Dion, që po bje Celine Dion, edhe ishte një moment që malë ketën po lexonit tekstin në shqip të Xhekut. E di qave atje, po ta sotale. Qa të kujtu në i gjë atje që? Si është të fute në... A thëmë në vesh? A thëmë në vesh. Edhe ju konë shumë emotional për fare. I was like, no, not again, mos. Nuk e di se gjithmonë më ndodhin këto situatat kur... Në një gjë e bukur, se shiti koqa fort ajo, me performanca. Qajo është golli. Stika, pa është golli, tamam. Ti më tregon qikë momentin e parë që flasë që pak për Your Face Sounds Familiar, se sa po dole fituse, unë thash që atëherë që ta kuam bashkë të jeni, thash ti do fitosh. Ti më themu, jo more, unë jo. Ti më pak fitove. Edhe meritoje. Më tregon momentin e parë fare, kur të kontaktuan edhe si këto fillimet që vendoset me jetë pjesë e kodin. Si eksperiencë, në momentin e parë që më ka ardhur oferta, e pranova direkt, sepse ishte realisht diçka që më duhej, sepse jo shumë njerëz i din vlerat vokale të mia, edhe mendova që ky do ishte një spektakël që unë do kisha mundësi të shpalosja të gjitha vlerat vokale të mia. Se shumë bukur. Nuk zova shumë fakt, vles kur ndodhi një incident në fund fare, për fat keq, suri keq kam përshtypjen nga qenë një spektaklit, se shkoi shumë mirë te video Face Sounds Familiar, realisht. Edhe në fund fare ndodhi incidenti, po se kam përshtypjen u mërziten çik kur ndodha. U mërzita. Në momentin e parë u gëzova shumë për Valonin, realisht sepse ajo është artist shumë i mirë edhe përveç kësaj unë e kam shumë mik prej vitesh. Edhe normal që do më bëhe shumë qefi për secilin nga grupi. Dhe në momentin që kam dalë backstage më thanë të gjithë, ti ke fituar. I'm like, what the fuck is going on? Se dy llogari bëra me veten, and I was like, po e fitova, po pastaj thanë Valoni, and I was like, okay, atë prap fitum gjithë, e ke parasysh. Aty ti kuptove që pjesëmarrja nuk është gjithçka që ti, se është shpreha që tonë është e rëndësishme pjesëmarrja, s'ka rëndësi nëse fitoj. Golli jam kryesor ka qenë për vlerat vokale, realisht. Golli kryesor, po. Kuku, nuk e ke idin qafi. Po, më bajam për qenë shumë. Do më thënë që kam këndu edhe atë këngën e Sias, kam thënë gjithë shpirtin. Ka qenë performanca më e vështirë, si në gjatë performimit jam mbyt nga emocionet, jo... Ajo do t'jetë shumë e fort që këndon me paruke kështu. Pse qa është problemi ka? Është një gjë shumë... Bezdis? Kisha shumë frikë. Shumë frikë sepse ti përpara kishe një publik shumë të madh, kishe një uri që të vlerësonte, kishe gjithë aty dhe ti nuk shiti asgjë, thjesht duhet ta imagjinoje gjithë gjën edhe ish në errësirë, man, come on. Po shumë emocion i bukur. Ishte bukur shumë. Mirë Trixa, Ja. E ja dole, mërë në vesh, e fitove, bravo të qëllë. E ke kupën, e ke marrë kupën? Nuk kam një kupë. Po pëse me zemër s'ke kupë? I don't know. Se kanë në goma kupë? Jam fituesja e parë në botë, pa kupë. Edhe të flasim me verën me atë ketën, të marrësh kupën pëse?
Po çfarë kam bërë më të bukur akoma Ka gjësa ajo është veç një copë metali, I don't need that. Unë e mora gjithë dashurinë, urimet e gjitha, so ajo është. Bravo, t'jo. Kështu tu ikë në shtëpi tu qajt ku e kam ku. Është që të metale. Po këtë për ditë lindje. Ja i them që këtë time, so isha të bëndurata, man. E me që së merdi torta me kupë. Imagjinore. Po një konkurrent që shkojë më mirë nga gjithë. Me Flakën për shumë kam parë që kishe që gjithë kohës në Insta Story, që një video bashkë, zemra ime, o tra ime që e të pëllin. Zemra ime. E ku du qari të shë jam. Mirë, me Flakën kam shku shumë mirë. Po. Të hiki unë? Po. Shumë mirë kom shku me të gjithë, edhe me Flakën, ndoshta të dyja femna, din është ndryshe. Shumë mirë kemi shku me një atjet. Më tregu pak një artist shqiptar që të pëlqen. Mendonesh që ka një shqiptar që ja vlen thua që është artist shumë i mirë. Albani. Unë më të shumë Albani. Kështu të e marrë rrëthin. Realisht Albani po, Era më pëlqen shumë. Dafina më ka pëlqy gjithmonë, po që Era më pëlqen shumë. Era shumë pa më pëlqen shumë. Ka shumë botë, është shumë artiste. Fantastike. Po një këngëtar kot fare që ta shpit thua bo. S'ka nge njeri pa dalë në televizor. Duhet kesh një emër, mos më shgënja. Jo, kam. I don't know if I'm ready to... Nah, fuck it. Ja, fuck it. Ja, dhe duash? Jo, po janë shumë. Si qenë? Janë shumë. Shumë janë. Unë shumë bëjmë para ca kohësh, ti ke pas dhënë në Instagram, ose më thakëdoj një foto në Instagram, Po. që ishte ti e deformuar komplet me Photoshop. Oh, yeah. Nuk di për kaj kishe. Qfar Photoshopi mora unë jom vetë qa që mirë. Orga? Po qa ndodhë atër, ishte kështu një fajt... Ju mëre unë e kum postuat foto shumë bukur, se kum kuptu pëse njerëzit e kanë marrë. Përse do të pyes për diçka, po nuk di nëse do ta flasësh këtë temën. S'ka Photoshop. E di pse them? Se mbajmë atë atëre, se flasim për Encën, do të thënë flasun për Encën edhe flet publiku i gjerë që duket sikur ti dhe Enca kishit një lloj probleme me njëra tjetrën, keni qenë shoqe dikur. Edhe u tha që ti e bëre kastila atë gjën për ta ironizuar. Edhe më kishte vënë titullin e këngës që e ka Call Me Goddess, ishte shkruar Call Me Good Goddess, diçka e tillë. Edhe ajo të ktheu pastaj diçka, që thoshte diçka tipi të koncerte, që at least I have concerts, ku se çfarë. Çka kanë ndodhur me ty dyve, se ka dalë pafundësisht gjëra që njerëzit thonë. Ca thonë që ti ke qenë e keqja e situatës, që i ke pishur punëncës në një kompeticion shkolle, më duket. Unë jam gjithmonë e mira, nuk e di çka kanë njerëzit me mua. Unë e kum nxjerr diçka për qefin tem, kujt i ka djeg, e ka majt. Ajo mundet me thonë koncerte me përmend sene, po mu nuk kum bon kur gjojës. Unë jam shumë e re, unë tash kum fillua din realisht karrierën edhe ndoshta unë i bëj hapat pat ma sigurt edhe mendoj pak ma afatgjat. Mu m'vjen keq që din realisht që u transmetu gjithë gjëja u bo kështu sepse unë kur njerëzit e mi të afërm ose njerëzit që i konsideroj si shok, si miq që apo di unë i vlerësoj edhe kum i pas gjithmonë rreth temin. A momentin që dikush për një me nuk është i duri për mu, veten e nxjerrin keq, apo din nuk kam nevojë mi thonë këto se publiku e din shumë mirë. As nuk du mu diskutu në për kështu senesh anymore. A din për mu çka është e rëndësishme për momentin është me pa karrierën tem, njerëzit që dojnë me nejt afër meje, unë gjithmonë kom i dasht edhe like I'm gonna be there. A din a njerëzit që pastaj rrinë edhe dhe i show off, I hate showing off. Kemi me kon këtu, unë s'kam kur gjo personale. S'ke gjë me Encën? No, fare. Po pse u zut apo? Nuk e kuptova do të kur mlefin ka lidhje pasaj, sepse realisht tani kishte dalë prap një gjë tjetër, një lajm tjetër, nuk e mora vesh. Edhe lexova dhe ishte komplet pa lidhje, no sense. Çka ajo me ti? Mirë. Me që jemi tek koncertet e karriera, unë kam marrë vesh që ti do nxjerrësh një bombë tani këtë verë apo jo? Yes. Do ma tregosh sikur çfarë bën fjalë kjo gjë e re. Është këngë e re, ka kohë që s'ke nxjerr klipe, a? Sa u bë që s'ke nxjerr klip? U bën ja 2 vjet. E pra? Ja 2 vjet, domethënë pas pjesëmarrjes në dancing. Jo, ka qenë Top Fest para se më men.
Do më thënë, kënga e fundit realisht ka qenë e Top Festit, ka qenë pjesëmarrja në dancing, pastaj bëra një pushim. Pjesëmarrja në Your Face and Family, po thonë. Mora pjesë tani te Your Face and Family. Dancing with the Stars, po përpara, po mbaj më. Kisha atë pauzën. Edhe e kam bo një kongë very nice. Më treguaj sa ç'mund të tregosh, jo më shumë nga çdo ti. Realisht emrin nuk ja kam vënë akoma, po e pres për moment fundit. Është këngë verore me ritme reggae, strofat I ka pak kështu si hip-hop pak. Qa ka ndonjë gjë atje që ti s'e ke bërë përpara? Ka ndonjë gjë të re që njerëzit do e shohin? Unë e di, po ne bëj kështu. Kuku, edhe mu m'ka bicikletën sa dhe më që kur të dali o po buqa të bërë. Unë pash pak, pa ta fat në qof pak nga gjë që tregoi Patriksi edhe është realisht shumë hot nuk di. Që bëni gati të shpërtimi pa parë domethënë kjo këngë. Kur del? Do më thënë, tani klipi është duke u përgadit të bu montazhe. Besoj që maksimumi për 1 javë ose 10 ditë klipi do dali. Super. Jam shumë excited sepse kam dal e rritur, 23 vjet I kam tash më lejon mi bo dhe do se. Jo, po atën jam pjek edhe kom kriju ma shumë besim në veti, atën më pëlqen që atën kom arrit mi bo do sene që nashta nuk I kom dalë shumë I bo gjithmonë, po I'm yeah. E më në fundi bërë. Po ka dalë very nice. Ka skena shumë hot. Hot. Yeah. Po që besoj që ka mu pëlqy shumë. E sigur të pëlqejet shumë. Ke një mama shumë të lezetshme, që vetë Antigona. Po. Që është bërë shumë e famshme këto kohë të fundit, sepse del gjithandej jo vetëm në Instagram për komente, po gjithë e njohin thonë që kjo domethënë I thyn mes këto si familje, është domethënë shtylla kryesore, që realisht ju mban shumë fort afër me njëri tjetrin, po edhe me atë. Çfarë raporti ke me mamin? Është shkërkuese shumë te teja, të vërtet apo se më që strikte shumë Antigona, thonë I bën namin Triksës Albanit. Mami nuk e di. E kam shumë, nuk du të gjej gjithmonë fjallet, realisht fjallet që asaj kur ta shoh ajo t'i kënaqet shpirti se ajo me vërtet u kon a hero, po jo për një me u kon a hero sepse gjithë na ka rrit me shumë sakrifica të mëdha dhe gjithë jetën e ka përballuar vetën moshën e saj ma të re apo den se ma përpara ajo martu ma herë ajo e ka përballuar jetën vet. Ajo ka bo gjithë shka edhe vazhdon të bën çdo gjë që ne vetë jemi të lumtur edhe ta realizojmë ëndrrën që kemi. E mban shumë edhe familje në harmoni edhe gjithë shka e bën çdo gjë me shpirt, po ta shoh që është tërkohet për të gjithë aty. Ka 33.000 followers I guess në Instagram, po që për neve ka qenë edhe mam, edhe bab, edhe... Në qarë këtë është do qash? No, Triksa më e vetë. Du me falenderu, nuk falenderimet për mamin, kur nuk janë të mjaftueshme për çka ka bo për mua dhe Albanin. I love you, mom. Oh, I love my mom too. Për këtë mamat. Për gjithë mamat. Jo, zemre. Vari, bëjmë që këto pyetje që kam qenë fund tani sot, bëjmë shumë sensitiv. Po. Duhen këto gjëra që të ti, se fola është bukur se po vite gjunafet ndërpra. Po, tash se jemi në kamera. Ke të dashur edhe? Je single? U bëre ca që ndave ty? U bëre ca, sot? Nga ndarjote, lidhja e ndarja e bujshme e jotja. Një kishe e bërë sigur, nuk di domethënë, me që së martove atëherë në atë kohë. Do bësh si Britney të ti. Dashuria kështu on air. Oh my god. Nëse je single, çfarë do të ketë ky çuni ideal, që ti realisht ta duash fort edhe të jeni bashkë? Çfarë do të ketë një mashkull që ta kesh dashur? Pip. Cut. Do të dalësh për këtë? Qa duhet ketë, nuk për momentin realisht I'm done. Do t'jesh vetëm domethënë. Po, jam shumë e fokusuar te karriera, është më e rëndësishmja për mua, jam në moshën e duhur, edhe veç për karrierë jam e interesuar për momentin. Po mirë, çfarë duhet ketë? Asnjë plan, çfarë duhet ketë? Çfarë duhet ketë? Çfarë duhet ketë? Interesante kjo. Faleminderit. Oh, kuku, gjëja
kam shumë qef attention me më thonë. Vëmendje. Vëmendje. Si e do vëmendjen? E të shprehur në formë sensitive me fjalë të bukura? Look, I don't wanna talk. Okej, fare. Ndron tem, fuck this shit. Elin fare, mirë zemra. Okej, me alkoolin si ke raporte? Kam parë sa videot tuat në Instagram që ti je me një gotë verë kështu, komplet drunk atje, nuk di domethënë, bashkë me gixharin të dyja se ajo kam fare di. No. Mi shaka se drunk kjo, po kisha po bëje kështu shaka me veten tënde, me atë gotën e alkoolit, kishte qenë te nga lagja ime te Karditje, nëse. Edhe për shef aty, oh my god, I love alcohol. Edhe vizja të gotën e verës. Po çfarë raporti ke? Sa kam shiu atë ditë. Çfarë raporti? Pi shumë alkool? Jo, se atë njerëzit për një mesë kur kam raste speciale, edhe kur jam shumë qef, I love to share it. Kom qef me ndo atë moment edhe me fansat e mi të muzikës. Nuk alkoolin, nuk është se jam... Sa gota verë ke pirë, maksimumi gotave të verë si ke pirë, ndonjëherë? Ndonjëherë? To e se mbajmë? Nuk e mbajmë. Po që gjithmonë vetëm në raste më pëlqen me konsumu alkohol, po që nuk është se I'm not si çdo adoleshent, si çdo e re në këtë vend. Për ditëlindje dje kam pi pak dhe sot kam marrë. Me që thua si çdo adoleshent, ti shef porno? Actually, kum po një herë, was fun. Më tregon që çfarë pete si unë djeta? Weird as fuck, no. Shumë palidhje më duket. Come on. A din jemi konë, fanë se jemi konë një grup, a din fan, like, shumë kurioze edhe pak ma e vogël jemi konë, a din, po like, fucking hell, man, qa jemi ka fonë? Mirë. Po kështu në raport me droga, ti e kështu barkë të ty Yeah. I love weed. Po e kum pi në Holland, ku jam konë, a din, unë jam blinda atje. Po, I love hash, ma shumë se weed. Yeah, shumë stik. Mirë, zemra, do bëjmë një lojë të lezetshme tani. Unë do të them dy emra personazhesh të njohur, edhe nuk është se kam arsye specifike pse unë do të pyes, por do të them për shembull ku diun Kelvia apo Trixa, dhe do vitesh njëri nga këta, sepse ty të pëlqen më shumë për çfarë lloji arsye. Okej. Okej. Është kjo apo kjo? Hajt, fuck. Atëherë nisim. Enca apo Nora Estrefi? Nora. Kida apo Baby G? Kida. Si o Baby G? E shajnë gjithë Baby G, se gjunafa e shkajta. Nuk e di, unë do me thënë, thjesht e kam nga muzika, se personalisht shumë pak e njof, këngët e saj të më pëlqejnë shumë. Kjo i nafë e fundit është e bukur, pëlqeu edhe mua kjo. Më ka pëlqy një në Top Fest, e ka performu në Top Awards. Se kam gjorë në Top Fest. Very nice, shumë më ka pëlqy. Kanë që talenta, po nuk e di se njerëzit e thumojnë shumë pa fundë Baby G, ndoshta nuk flet shqip. Baby G, nuk e di, nuk e njoh shumë si artiste, më shumë njoh Kidën. Kida është njështë, pasaj atë Kida më pëlqen. Mirë, Moziku apo Getinjo? Moziku. Elvana apo Era? Come on, zë, të dyja. S'lejo, të digjesh pas të nga loja. Come on. Well, Erën e kum pas edhe në shkollë edhe Era. I love you edhe në banën e du shumë. Pa I'm just saying, adin kjalloj. Adelina Ismaili apo Bleona? Adelina, me. Adelina e krasër Adelina. Angelina apo Argentina? Why? Jo! Tashit, okej, përgjithësisht të vërtetës, duhet të themi që Argentina nuk ka shumë këngë, po ato që ka i ka fantastike, nuk kanë shumë qef. Për muzikë po thu? Po muzikë po them tash. Angelina ka bërë atëherë ajo shumë e bukur, Angelina me atë bishtin e gjatë që kërcente atje, kopje pa kuptim ka qenë. Kopje pa kuptim, po, okej. Po Argentina ka pas më shumë, nuk e di, si artiste kë vlerëson më tepër nga ato dy. Si artiste, man, come on, are you fucking kidding me? Lot pusë qetë me familjen. Ku, jo. Të dyja janë në rryma komplet ndryshme, të dyja kanë komplet stilet ndryshme. Të dyja, po se nuk mundesh me thonë, se hajtë tishin të njëjtin, me pa bo të njëjtin zhanër, të dyja i shko ndryshe i kisha vlerësu, kështu s'moj, janë dyja... Që bën Angelina, se kam parë që poston të gjëra, po bën gjëra ndim duket, e pra. Hard, yeah. Inshallah del me gjë. Është talentuar, e më pëlqen. Është shumë e talentuar, edhe ka shumë për dënë, edhe është në rrugën e duhur, edhe ka me na po shumë krenar këtë shqiptarve, very soon, shumë shpejt. Inshallah, të mirë shumë pëlqen. Inshallah. Shumë seksi, fantastike. She's Ju jeni si familje, pa gjithë.
Sa buj me komplimentat i të bëgjone. Birë apo verë? Pas një birë. Birë. Zëma, thash atë me verën që atë ndodhe? Jo, është një pyetje shumë specifike kjo, që më tingëlloj shumë seksuale, po varet si e merr ti. Hajde. I gjatë dhe i holl apo i shkurtër dhe i trash? Fucking hell, ne. Kjo mund t'i për çdo gjë, ë? Çfarë mendove ti, më fal? Well, prit ma thy dhe jarë. I gjatë dhe i holl apo i shkurtër dhe i trash? Are you fucking kidding me? I'm so... Nuk kids jam. Vaja. Do të thonë një kam tha. Mami. Vaja. Mirë, është një pyetje në fakt që unë s'dua ta bëj se ti ke pasur probleme ti, po jam e bigjë sa me rigër, pastaj do të kishe qenë në vërtet, pastaj ke pasur të dashur gjithsej të drejtën tënde. Kështu që s'po ta bëj këtë pyetje seksuale, mos deli vetëm deli fare, se goca mirë. Pyetja e fundit ja bëj të gjithë unë. Ti çiçi në dush e bën? No. Come on. No. Come on. I bën te. Unë gjikos. Really? Po, kam qef se kam thënë që tani mbite gjuri, kam shumë qef atë se bjet. No. Se bras, një çiçi në dush? Jo. Jo. Vaja. No. Okej. Beatrix, ti shumë e mirë. Ti je shumë i mirë. Unë jam ju, po. Jam shumë e lumtur që e folëm edhe fitoren, edhe klipin, edhe gjithçka, edhe gjithmonë ku ndosht të i pa intervistat e tua, dhe faleminderit, jam një shumë comfortable. Merci është e gjitha imja, edhe faleminderit ti që erdhe. Thank you. U kisha shumë kohë që të kisha Beatrixin edhe mbamën atëherë që folën bashkë, thash ti do të fitosh your face on some music, apo e fitova vitet ty të tjera tani. Kështu që Më shumë goja, faleminderit. Kështu që do të shumë sukses e zemër, edhe ti e pa parë, do të shkosh shumë lart, jam i sigurt. Edhe jashtë Shqipërisë do të shkosh në fakt se bëhet shumë bukur andaj se këtu. Se vlerësoj më shumë njerëzit. Faleminderit. Kështu që edhe njerëzit që na panë se besoj kënaqen me ty, edhe me mua. Kështu që neve jurojmë njerëzve të kenë sa më shumë pozitivitet. Sa më shumë pozitivitet, happy lives, shumë dashuri, shëndet edhe pare. Edhe pare. Ciao. Bye.